kujtojmë se nuk flasim me veten tonë, ne flasim me veten tonë. Te kush flasim? Te fëmijët tanë. Çfarë të jep sot paqe? Vetë paqja, a ka paqe? Në jetë kemi dhe gjëra që i shtrëngojmë fort si rezultat i zgjidhjes që na japin. Me lot apo pa lot nuk ka rëndësi. Mua më kalon një vrag. E ndjen veten të frymëzuar apo të lodhur nga profesioni dhe nga farmaceutika? Për mua është mision. Pse është mision? Të ndihmosh jetë, të shpëtosh jetë. Farmacisti ishte farmacist asaj kohe. Ishte mbret në profesionin e vet. Pikërisht. Kush është farmacist e di fare mirë që vetëm komodës është profesioni. Është bërë ndonjëherë forca detyrim dhe jo një zgjedhje. Njeriu humbet dhe fiton dhe si njeri, po humbet dhe fiton dhe si profesionist. Dhe nuk e pash më atë pacient. Dhe me shumë gjasa nga ky realitet kishte kaluar në një realitet tjetër. Health and Sport Partners prezanton podcastin pa recetë, i mundësuar nga Farmacisidi, Vichy, La Roche-Posay, Dr. Brown, Kerrywell dhe Vitanet. E ftuara ditës sotme nuk mendoj se ka nevojë për prezantim, pasi e kemi parë të dalin në ekranet shqiptare me një zë të fortë për farmaceutikën shqiptare. E kemi parë të dalin në konferenca, në auditorët e universiteteve për të folur hapur dhe e drejt për drejt mbi farmaceutikën shqiptare. E kemi parë si një njeri të fortë, por sot dua që të shohim anën tjetër. Jo vetëm anën e drejtueses, jo vetëm anën e farmacistes, por dhe anën e njeriut. Dua të shohim gruan. Dhe sot me mua është Diana Toma. Diana, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Tani në prezantimin që unë të bëra, gjithmonë më ishte krijuar ideja e njeriu të fortë dhe një njeriu të cilin gjithmonë kishte një karakter dhe do ta cilësoja si një mur për të mos komunikuar, por pas diskutimeve të fundit dhe pas takimeve që ne kemi pasur me njëri tjetrin, kam ndryshuar plotësisht këtë mendim. Dhe mendoj që dhe këtë mendim duhet ta kuptojnë dhe të gjithë të tjerët dhe duhet ta lexojnë gjithë të tjerët. Kush është Diana për te profesionit? Atëherë, para se të fillojmë se kush është Diana për te profesionit, ne duhet të saktësojmë kuptimin e fjalës i fortë, i hekurt. Patjetër. Sepse ti je i fortë, apo ti cilësohesh i fortë, se ti nuk mund bësh vlerësim për veten, nuk do të thotë mos jesh njerëzor. Nuk do të thotë mos jesh komunikues. Nuk do të thotë mos jesh i ndjeshëm. Nuk do të thotë mos jesh analizues. Nuk do të thotë të mos dëshirosh apo të bësh bisht bashkë bisedimeve. Ta nashkalosh analizat. Ta kesh zero ndjeshmërinë. Madje mundet që po t'i analizosh, këto mund t'i kesh dhe në një shkallë të jetë dhe zhvilluar dhe të mbahesh paralel po prap fort pas disa parimeve, të cilat ti nuk i hedh poshtë për asnjë moment, sepse të përforcohen këto parime jo thjesht nga bindja jote, po dhe nga depërtimi në këto ndjeshmëritë që ti i ke, po mbase të pashprehura. Dhe duen ato rrethet pak më të ngushta, që ti atë korracën e vendosur nga jashtë për të tjerët, jo ta çmontosh, se ajo aty është, po të lejosh njerëzit të depërtojnë pastaj brenda teje dhe të bëjnë diferencimin e njeriut me figurën që për një moment duhet përballet me një situatë apo me një situatë tjetër. Është njësoj si brenda një familjeje, ku komshinjt për shembull, komshies mund t'i thotë sa të egër e ke mamin ose babin, ama ai fëmijë dhe vetëm ai fëmijë e di se sa shumë dashuri dhe përkujdesje i fal mami dhe babi. Kështu që imazhi i jashtëm është një gjë që patjetër ka një arsye pse lind, disa janë arsye objektive, të cilat lidhen edhe me natyrën e personit në momentin e parë të takimit, po dhe subjektive, në lidhje me rrethanat ku ti
ke kontaktuar për herë të parë me atë njeri, sepse krahasuar rreth i njerëzve që mund të takohemi, me ata që s'mund të takohemi, me ata që njihemi nga brenda dhe me ata që njihemi vetëm nga aparenca, nuk ka raport të drejtë. Është gjithmonë i favorizuar grupi i jashtëm që na njohin dhe na shohin dhe na dëgjojnë nga jashtë. Kështu që mbase këtu është burimi. Gjithmonë unë të mbaj mend që kur kemi nisur në universitetin dhe në vazhdimsi të tij me prezencën tënde kudo. Si në auditor, si në televizione, si në konferenca, me një prezencë dhe një zë të fortë dhe të drejtë për drejtë për problematikat e farmaceutikës shqiptare, por edhe për të qenit farmacist. Para se të shkojmë tek të qenit farmacist, unë dua të di dhe të gërmoj pak në të kaluarën tënde, si ka qenë Diana e vogël dhe që nga ka startuar Diana farmaceutike. Është rrugtim jo i vogël, është rrugtim jo i vogël, sepse më ktheve në 24 janar të vitit 1973, kur Diana erdhi në jetë si fëmijë i dy prindërve, babait Shkodran dhe mamas Gjirokastrite, të cilët u pagëzuan me fëmijën e parë të tyre që isha unë në Tiranë, pasi të dy punonin dhe jetonin në Tiranë. Mbarova 8 vjeçaren. Dua t'i përmend me emra se i kam vende shumë të dashura në shkollën 1 Maj, në zonën Alidemi, pastaj mbarova gjimnazin Partizani dhe në vitin 91 shumë e dashuruar jo me farmacin, me mjekësin, specifikisht me kirurgjin, vendosa të konkuroja për fakultetin e mjekësisë. Ishte viti i parë që konkurohej dhe ishte një deg 180 gradë në krahun tjetër të origjinës time familjare. Të dy prindrit e mi janë të diplomuar në gjuhëletërsi. Mami ish pedagoge në filologjik, babi ish punonjës i Akademisë Shkencave, po prap të dy gjuhëletërsi, unë në mjekësi. Nuk e di. Nga ishte kjo dëshirë, di që ishte. Konkuroj, fitoj konkursin, mirë po unë isha brezi i parë duke qenë në atë periudhën tranzitore të ndryshimit të sistemeve. Liberalizimi i parë ishte konkursi. Pra vullneti për të konkuruar dhe për të zgjedhur vetë deri në një farë mënyre degën që do vazhdoje. E më pas ishin kërkesat e rajonit që të poziciononin se do ndiqje deg në farmacisë, të mjekësisë përgjithshme apo të stomatologjisë. Fati deshi që unë të emrohesha tek dega e farmacisë dhe për hir të së vërtetës nuk doja të shkoja në atë deg. Nuk doja. Mirë po, ne jemi me atë idenë e dashurive të mëdha, dashurive që janë të paralindura, dashurive që ekzistojnë tek ne pa e provuar, pa e prekur diçka. Jo, njeriu ka dashuri të tilla, po ka dhe lindje dashurish. Dhe për mua farmacia ishte kjo e dyta. Lindje dashuria. Duke qenë se nuk vazhdova për atë degën e mirëfillt të mjekësisë së përgjithshme, por vazhdova po pra për një degë mjekësie, por që kishte të ndërthurur njohurit mjekësore me njohurit kimiko-farmaceutike, ishte një fushë që më la të zgjedh se në cilin drejtim do rendja. Dhe unë renda pas aspektit klinik. Dhe mendoj që fillimi punë pranë farmacive në zonën e qendrës spitalore universitare më bëri që unë jo vetëm ta ndërroj, po ta prek me dorë
eksperiencën e të qenurit mirëfilltazi, një staf mjekësor. Dhe them që duke bërë atë punë, kam marrë 100% atë kënaqësi që unë imagjinoj se do merja dhe po të bësha një kirurga. Unë konkrete kam kënaqësinë që mora duke prekur këtë aspekt të bërit profesion, se unë mund t'isha zhgënjur duke bërë kirurgjinë, nuk dua ta bëj si punë e dhelprës, por ajo vazhdon të mbetet një dashuri imja, por e prekshme ishte kjo tjetra. Dhe po e ndijej veten të dashuruar me këtë pjesë edhe sot pas 30 vjetësh. Unë jam diplomuar në vitin 1996 dhe të tërë bashkëmoshatarët e mi të diplomuar atë vit kremtojmë 30 vjetorin e diplomimit ton dhe të renditjes krah armatës së farmacistëve. Është një periudhë që vetëm 2 vjet që kishte filluar privatizimi i sektorit farmaceutik dhe pastaj kishte edhe ato dilemat, por e mbaj mend si një rrugtim shumë të bukur. Domethënë nuk do i hiqja asnjë pjesë atij rrugtimi. Kjo ishte rruga nga Diana fëmijë te Diana profesioniste. Por më lind pyetja tani, unë kam qenë vetëm 2 vjeç atëherë kur ti ke startuar rrugtimin tënd si profesioniste. Pas ndryshimit të sistemit, si ka qenë farmaceutika në fashën e profesionit? Në cilin sens? Në cilin aspekt? Sepse profesioni ka disa aspekte të tij. Shiko, me të dëgjuar ose edhe me të pyetur, e kam që farmacisti ishte farmacist asaj kohe. Ishte klinicist shumë i mirë, ishte përgatitës shumë i mirë, ishte mbret në profesionin e vet. Pikërisht. Madje as brezi ynë nuk i takon asaj plejade që ishte gjithçka bërës në profesionin e vet, sepse duke pas parasysh që filloi privatizimi, filluan të kishte reduktime. Por e patëm shumë më pranë të prekshme eksperiencën e funksionimit të farmacistit spitalor, që ishte me plot gojën një klinicist. Se ne themi kërkojmë specializime, s'ka farmacia specializime, dhe na duket sikur po shpikim diçka të pa ekzistuar më parë kur ne shqiptojmë termin specializimi farmacistit klinik. Jo, ka ekzistuar. Vërtet, nuk kishte specializime të kategorizuara si cikle studimore, por shteti në atë kohë të çonte për specializim. Dhe unë mbaj mend pasi territorin e qendrës spitalore universitare unë e kam prekur që në 91-shin, në tetor të 91-shit, ku fillova si studente. Aty ishte farmacia qendrore. Çdo pavion kishte farmacinë e vet. Po ishte një qendër që bënte përgatitjen e serumeve dhe të ampulave. Përveç çfarë përgatiste paralel Profarma dhe antibiotiku. Pra, nëse ne do flisnim për një kompletim të sistemit farmaceutik e përpasoj dhe ati shëndetësor, jo për nivelin e zhvillimit, por për sa i përket gjurmës, në këtë periudhë që unë flas, të tëra këto gjurmë kanë ekzistuar. Më pas erdhën duke u reduktuar, sepse vetë shteti reduktoi investimet në sektorin farmaceutik duke i lënë vendin investimeve të privatit. Mirë po, në qoftë se nuk do jetë shteti që do drejtoj politikat e zhvillimit të një sektori, privati do zhvillojnë ato sfera që është interesi drejt për drejt. Dhe ne, nëse kishim një gamë shumë të gjerë prodhimesh të Profarmës, erdhi duke u reduktuar, sepse filluan prodhimet e importit. Pati të mira dhe të këqijat e veta, pati të mira se vuri standardet tjera sa i takon cilësisë, pasi erdhën goxha produkte që mbanin vullën e patentave farmaceutike, por pati tulatje sa i takon zhvillimit të industrisë farmaceutike vendase dhe përpasoj dhe të punësimeve të farmacistëve, po dhe jo farmacistëve në këtë sektor. A zhvilloheshin në për farmaci aktivitete
të tjera veç tregtimit të barave që rëndom të zhvillohen sot, patjetër. Unë nëse do I krahasoja si realitete profesionale, do I qoja me shumë vlera atë lloj realiteti. Pse? Atëherë kishe përgatitjet galenike, oficinalet, edhe përgatitjen e recetave me produkte të gatshme. Unë këto I kam prekur si realitet, pra nuk po flas për gjëra të dëgjuara. Unë I kam prekur. Vërtet ka qenë periudha e fundit e ekzistencës, po I kam prekur. Kam prekur organizimin e farmacisë legeartis siç duhet jetë, ku ishte pjesa e pranimit, pjesa e përgatitjes, pjesa e laboratorit të galenikës, pjesa e kontrollit dhe pjesa e dorëzimit. Gjithashtu ishte edhe pjesa e magazinimit të lëndëve të para, e analizimit të produkteve, si dhe e ruajtjes së produkteve skadencë apo prak skadenca. Kështu që nëse do I krahasoj si dy realitete, them po, ajo ka qenë periudha e mirëfillt ku farmacisti ishte vërtet jo mbreti, se mbreti nga ndonjëherë ka dhe diktaturë, po zoti I profesionit të vet. Në qoftë se të dy ne që prekim sot realitetin e farmacive të rrjetit të hapur, kemi pacient të cilët nuk na njohin, e shohim dyshimin të sytë e pacientit lidhur me informacionin që ne japim, me rekomandimin. Pse? Sepse ai pacient ka pikpyetjen. Ky rekomandim sa jashtë interesit të farmacistit është. Atëherë kjo dilemë nuk ekzistonte dhe vërtet ishte me fat qytetari që njihte një farmacist. Mama tona për shumë mu thonin do shkojmë te kjo farmacist, se njoh këtë farmacist apo atë farmacist, apo kush kishte një familjar brenda këtij profesioni, sepse ishte mjeku brenda shtëpisë. Po jo vetëm mjeku, po dhe ai që ofronte barin. Po jo vetëm ai që ofronte barin, po dhe që bënte analizën se ishte më mirë kjo apo ai produkt. Kështu që janë eksperienca të cilat realiteti farmaceutik shqiptar I ka prekur. Dhe unë personalisht, në përvojën time, deri diku I kam prekur. Ju kam bërë këto eksperienca që të keni karakter më të fortë. Ky brez që ju keni dalë në eksperienca. Këto eksperienca më bën të shquaj çfarë është më e mira për profesionin e farmacistit. Jo për karakterin. Karakteri lind dhe zhvillohet pastaj në kushte të caktuara. Por bashkëmoshatar të mi janë që kanë prekur të njëjtin realitet dhe janë pajtuar qoftë me njërin rezultat, qoftë me rezultatin tjetër. Kjo është një çik pastaj pjesë individuale, sa dakordsi bën ti, sa oportunist je, sa nënshtrohesh jo në kuptimin e përultësisë, po sa nënshtrohesh në kuptimin e shkeljes të së drejtës. Këtu pastaj futen karakteret individuale të personit. Ka ndikuar ky lloj karakteri për të karakterizuar Dianën që është sot? Unë besoj se për të pasur këtë lloj karakteri ka ndikuar fryma e familjes sime. Ne nuk vim nga asgjëja. Ne nuk dim ku do shkojmë, po nga kemi ardhur e dim. Dhe unë kam ardhur nga dy prindër ku kam vënë re gjatë të jetuarit me ta, separimet kanë qenë gjëra shumë të shenjta. Kanë qenë gjëra shumë të shenjta. Dëgjesa analiza ka qenë pararendse e marrjes së vendimeve. Pra, jo vendime të nxituara, jo vendime në emocione e sipër. Dhe pastaj patjetër që kur ti qëndrimin apo përfundimin e ke si rezultat I këtij procesi që thash, madomendja do I qëndrosh konsekuent asaj çfarë ke perceptuar si përfundimtare në një segment të caktuar analize. Unë të falenderoj një herë që po më jep mundësi të flas kësaj here për Dianën jashtë këtyre kornizave institucionale, debateve lidhur me të drejtën dhe të padrejtën. Pra,
të falenderoj që po përpiqesh të nxjerrësh dhe njerëzore në Dianës. Siç e thash në fillim, gjithmonë jemi mësuar të shikojmë njëri të fortë. Po kjo nuk do të thotë, ose nuk është përjashtimore ndjeshmëria të njeriu i fortë. Jo, nuk e përjashtoj fare. Madje në bisedat që kemi patur me njëri tjetrin, kanë qenë biseda të cilat përtej profesionit, përtej njeriu i cili me mendje të ndritur ka dhe mbart realisht fjalën njeri. Edhe për të më vjen mirë sepse ditët e sotme, ashtu siç ne kemi diskutuar, ka pak njerëz. Është zgjedhje dhe zgjidhja. Dhe po t'i bëjmë një retro historisë së farmaceutikës, por dhe njerëzve të cilët kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi të farmaceutikës deri tani. Sa më larg shkoj, aq më njerëz shikoj. Sa më afër shikoj, aq më pak njerëz shikoj në drejtimin e të qenit njeri. Dhe për të duhet jemi mirënjohës që njerëz si Diana apo njerëz të tjerë si Diana duhet të kenë prezencën në jetën e përditshme, jo vetëm si profesionist, por edhe si njerëz. Shiko, ti vetë je si njeri, je vetë energjike. Je njeri i vendosur. Por dhe ajo që unë kam vëre, je njeri me guxim. Dhe në të njëjtën kohë, për herë të parë, një femër drejtuese e urdhrit të farmacisë. Si ishte për ty kalimi nga banaku tek drejtimi i urdhrit të farmacisë? Nuk ka qenë nga banaku tek drejtimi i urdhrit të farmacistëve. Unë si profesioniste ju thash dhe pak më parë që realitetin e farmacisë e preka në vitin 1996, pas diplomimit. Është periudhë që sa që futur koncepti i recetave të rimbursueshme, sepse që krijuar fondi, në atë kohë ishte fondi sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në hapat e para të vetat. Mirë po, duke qenë institucion shtetëror dhe duke qenë sistem që po privatizohej, filluan këto marrëdhëniet e para kontraktuale. Dhe kam qenë prezent në hapat e para të lidhjes së marrëdhënieve kontraktuale midis këtyre dy grupeve që përfaqësonin një krah ofruesit e kujdesit shëndetësor në sistemin farmaceutik, po tashmë privat, dhe ata që do disbursonin pagesat, që ishin një institucion deri diku. E përdor këtë për të treguar që nuk arriti asnjëherë të jetë institucioni i pavarur, i mirëfilltazi i pavarur. Dhe që kjo marrëdhënie bashkëpunimi do lidhej nëpërmjet kontratave. Historikisht, këtë marrëdhënie e ka shoqëruar ngërçi. Dhe këtu ka qenë dhe gjeneza e ngritjes së zërit për herë të parë. Ka qenë viti 2001-2002, kur situata filloi të agravohej, po në mënyrë sporadike, çdo rajon, çdo rreth më vete ngrinte zërin, ndërsa në vitin 2003 të tërë farmacistët që kishin guximin të thonin në mënyrë të pavarur fjalën e tyre, reaguan dhe krijuan sindikatën e parë të farmacistëve të pavarur të rrjetit hapur, ku unë u zgjodha kryetare e kësaj sindikate. Kam qenë pa bërë 30 vjeç në atë kohë. Jendere. Sot e krahasoj veten me vajzën time, po në atë kohë duke vetja e rritur dhe duke pasur parasysh që isha fëmia i parë
e ndjeja veten me shumë përgjegjësi kërshi familjes. Këtë lloj përgjegjësie transmetoja edhe në punë. Ose bëshin të dyja bashkë, përgjegjësia e punës lidhej dhe me këtë përgjegjësinë tjetër. E me pak fjalë, krijuam lëvizjen e parë sindikaliste, e cila për hir të së vërtetës shënimi i cili e ka efektin edhe sot në realizimin e një kontrate të negociueshme nga dy krah. Farmacistët, të cilët përfaqësoheshin me sindikatën e pavarur të farmacistëve të rrjetit të hapur dhe që kishte përfaqësues nga gjithë Shqipëria. Në atë kohë mbaj mend që kam lëvizur nga veriu në jug. Nuk dua të veçoj qytete, se do mbetet në një qytet pa kujtuar dhe do ndihem fajtore që se përmenda, po në çdo qytet. Dhe kam qenë një vajzë pa bërë të 30-at akoma. Dhe paralel mbaja farmacin, e cila tashmë që kthyer në një dashuri pa kushte për mua. Që kthyer në një subjekt që nuk e di a ishte subjekt apo lëkura ime. Nuk e di, farmacia më përfaqësonte mua apo unë isha një nga ato pjesët që vishnin farmacin, dhe unë kështu e ndjej dhe sot e kësaj dite. Dhe nuk e kam problem fare që direkt sa të lëm këtë mikrofon bashk të futem prap në rolin e bukur të farmacistes dhe të vazhdoj të flas, të shpjegoj, jo, për mua është dashuri. Është dashuri që më jep edhe më zgjon të njëjtën adrenalin si në atë kohë. Në vitin 2006, pra rrugtimi i urdhrit farmacistëve filloi në 2003. Në 2003 u miratua dhe ligji për urdhrin e farmacistëve të Shqipërisë dhe në vitin 2006 formatohet për herë të parë si institucion i drejtuar nga farmacisti i njohur në Shqipëri, zoti Arjan Jauplari, i cili për 8 vjet e drejtoi me koreksin maksimale atë institucion dhe edhe ai ishte person që nuk bëri asnjëherë ta përdor në turqizëm, sepse më duket sikur e shpreh emocionin më të fuqishëm për audiencën, pazarllëk në kurrizë të profesionit. Mirë po, ky institucion, ndryshe nga sindikatat apo shoqatat, është i krijuar me një ligj që thash në 2003 dhe përcakton në mënyrë shterruese mandatin, zgjatjen e mandatit dhe periudhën e mandateve të një individi kur zgjidhet në postin e presidentit. Dhe pasi Arjani mbaron mandatin e vet dhe ka qenë viti 2013, në dhjetor të 2013 mbaronte mandatin, në 2014 unë fillova të ushtroj funksionin e presidentes së urdhrit farmacistëve. Do thoni ju si ndodhi kalimi, se ishe deri në 2013 kryetare sindikatës. Po, isha kryetare sindikatës së farmacistëve dhe kemi pasur një bashkëpunim shumë të bukur, shumë të ngushtë me urdhrin si institucion. Dhe me presidentin e asaj periudhe kemi qenë bashk në të tëra frontet që hapeshin për të goditur, se duket kur po përdorim shprehjen për të goditur, duket sikur kemi dy kampe kundërshtare. Po fronte vërtet që kanë dhënë efekte negative mbi sektorin farmaceutik ka patur, kështu që edhe po e përdora shprehjen e goditur sektorin nuk është shumë e egzageruar, por nuk më pëlqen shumë të mendoj që këtë goditje jep te shteti. Kjo është ajo që krijon dhe handikapin. Dhe kuptohet, çdo drejtues kërkon që ai institucion, aq më shumë që i që ngritur nga duart e këtij drejtuesi dhe nga stafi që ai drejtonte, kërkonte që po prap në krye të kishte një person që të kishte dhënë prova që donte farmacin, donte drejtësinë farmaceutik, donte zhvillimin kundrejt ligjeve
dhe larg pjesës së konflikteve të interesit. Dhe ma propozojnë një herë, pasi për parantezë, organizimi që i atill që 2 përfaqësues nga sindikata e farmacistëve ishin pjesë e kuoptuar e Këshillit Kombëtar të Urdhrit Farmacistëve. Këshilli Kombëtar është organizmi më i lartë vendimarrës në Urdhrin e Farmacistëve. Dhe kur ma bëjnë si propozim, i them jo, mua më del angazhimi, do me thënë unë do vazhdoj të angazhohem në sindikat, pra atë që mund të realizoj këtu unë do e bëj në sindikat dhe unë farmacin nuk e lëshoj. Do me nuk e imagjinoja dot që mund të ekzistonte një forcë që mua të më shkëpuste fizikisht nga e ndënjura nga mëngjesin darkë në farmaci. Dhe gjithmonë ka kolona të pesta, përdoret si shprehje. Kush është kolona e pestë? Njeriu më i afërt që ti ndan jetën, vin takojnë tim shoq. Dhe i thon, kemi menduar të mbështesim Dianën, pa ajo nuk pranon. Bëje ta shikoj me një sy tjetër. Dhe ai shërbeu si element që të ma sillte shumë butë dhe të mos ma paraqeste si një shkëputje të dhimbshme nga prezenca ime në farmaci, nëse unë do drejtoja urdhrin e farmacistëve. Dhe ma thot shumë thjesht, o Dian, ç'a ndryshimi do ketë? Farmacia atje do jetë? Do vesh sa herë të duash ti? Ti nuk është se je person që nuk je marrë me këto probleme. Je marrë, nuk e asgjë të re, ato që deri dje e ke bërë bashk me presidentin aktual, do e bësh tani ti e para dhe po prap do kesh mbështetjen e tyre. Dhe kjo ishte ajo zbutja atmosferës që unë të thoja, okay. Dhe pastaj filloi ky rrugtim në janar të 2014-s për të zgjatur 2 mandate të plota me nga 5 vjet, aq sa ligji më lejon, dhe që të më tregoj që në jetë edhe në aspektin profesional nuk ka vetëm një dashuri. Njeriu mund të dashuroj më shumë se një profesion dhe njeriu mund zbuloj dhe brenda vetes element që nuk e lidhin vetëm me një profesion. Unë atje mësova të dashuroj edhe shkencën e së drejtës, sepse puna ma bënte që t'isha e lidhur me ligje dhe nuk doja thjesht i merrja si interpretime të sakta, të thata, të përgatitura nga stafi juridik. Jo, është si puna e shënthomajt, pa vëndorën në plag, tha, dhe unë doja të merrja, ta lexoja, ta zbërtheja, ta analizoja, të nxirja unë konkluzionin tim, e më pas ta diskutonim në grup gjithmonë. Kam realizuar punën në grup, asnjëherë vendimarrje individuale. Gjithçka kolektive. Është një institucion i cili i takon një grupi të caktuar profesionistësh, jo se profesionistët duan, po se ligji e ka përcaktuar të tillë, atëherë edhe vendimarrja duhet jetë kolektive. Dhe personalisht, për sa ko kam drejtuar, edhe një shkresë të thjesht zyrtare kur vinte, unë përgatisja mendimin tim dhe përgjigjen time, por do e lexoja atë përgjigje, do e diskutoja me të tërë ata që ishin vendimarrës ose që ishin pjesë e administratës. Dhe me këtë lloj eksperience u përmbyll ai funksioni të cilin unë e mora në 1 janar të 2014-s dhe që në mënyrë administrative e dorëzova në 31 dhjetor të 2023-shit, them administrative sepse unë shpirtërisht e ndjej që i përkas dhe më përket. Pas gjithë këtij rrugtimi, e ndjen veten të frymëzuar apo të lodhur nga profesioni dhe nga farmaceutika? Po që të ndjehem e lodhur, duhet të them jam gati për pension. E ndjej shumë larg periudhën e pensionit.
Kështu që akoma je frymëzuar. Po. Akoma ndjej që më çliron adrenalin. Çfarë humbet dhe çfarë fiton një farmacist gjatë viteve? Njeriu humbet dhe fiton dhe si njeri, po humbet dhe fiton dhe si profesionist. Megjithatë, ajo çfarë humbet dhe fiton, natyra e ka dhënë që të jetë një balancë perfekte. Dhe nëse ke një profesionist të kënaqur, dije që kjo balancë është vetëm me nota pozitive. Kështu që nuk ka rëndësi çka ke humbur, çka ke dhënë, rezultantja ka rëndësi. Dhe vetë termi i kënaqur apo e kënaqur tregon një rrugtim me sukses. Pastaj patjetër ka dhe individ të cilët nuk e gjejnë veten në profesion. Ka individ që nuk e gjejnë jetën atë veten edhe në familjen që krijojnë, sepse kemi të dy aspektet, edhe aspektin human, edhe aspektin profesional. Por për çfarë është në dorë të profesionit, për çfarë është në dorë të qytetarit, unë ndjej veten të kënaqur. Dhe nuk ndihem keq as pak për çfarë kam dhënë, sepse nga ana tjetër kam marrë satisfaksion. Nga ana tjetër kam marrë dhe eksperiencë. Jo eksperiencë thjesht në aspektin profesional. Ajo shkolla e jetës që themi ne, po se kalove këtë rrugë nuk merret. Dhe vërtet, ka njerëz që janë ndrimtar në sensin që duan të mbeten gjithmonë të rinj. Por të jesh gjithmonë i ri, nuk vete paralel me atë shkollën e madhe të jetës. Unë futem në grupin e njerëzve që e dua shkollën e madhe të jetës. Okej, mundësisht me sa më pak pasoja në kurrizë të elementit që e përjeton një rrugtim, por jo, nuk futem fare në kategorinë që o bobo ikën kaq vite, o bobo jemi në këtë moshë. Prapë të shikoj njëri të fortë. Unë të thash në fillim për është bërë në njërë forca një detyrim dhe jo një zgjedhje. Në jetë kemi dhe gjëra që i shtrëngojmë fort si rezultat i zgjidhjes që na japin. Dhe nuk është as bërë forca, sepse je vete që ti e ke pasur atje dhe e ke nxjerr nga xhepi dhe e ke përdorur. Nuk është se kam patur një jetë që më ka kursyer nga dhimbjet, secili flet për vete. Dhe po, ka pasur momente unë preferoj të them më ka drejtuar logjika apo emocioni. Në shumë raste, jam detyruar, kam gjetur zgjidhje tek logjika, duke e lënë emocionin më një anë. Sa e shëndetshme është për njeriu. Mbase për momentin duket e shëndetshme. Mbase mund të jetë dhe pa shëndetshme, sepse ezaurimi i dhimbjes është proces fiziologjik që po nuk u ezaurua, siç është një rrugtim i caktuar që duhet ndodh nga ana psikologjike e lë pasoja, por unë për rrethanat që jam ndodhur, kam bërë shpeshherë zgjedhje, edhe zgjidhje me logjik, jo me emocion. Dhe mendoj që në situata të cilat mund të jesh edhe në ngërç emocional, jo vetëm në aspektin profesional, sepse pyetja ishte shumë e përgjithshme. Njeriu përpiqet të gjejë një ekuilibër dhe është një ekuilibër pa recetë, po është një ekuilibër që është spontan, është i momentit dhe që në mënyrë instiktive të lind atje, ku herë predominon logjika, dhe kjo logjik në momente të caktuara vishet dhe me nota emocioni për të dhënë atë efekt që njeriu duhet të marrë. Kështu që po, e kam prekur dhe këtë lloj realiteti.
Çfarë të jep sot paqja? Paqja. Vetë paqja. Vetë paqja. A ka paqja? Jeta nuk është e paqt. Kështu që për sa kohë jetojmë dhe nuk vegjetojmë, do pranojmë që na pëlqen më mirë kjo lloj mungese e paqes. Por të luftojmë që çdo gjë të bëhet me një parim për të kapur paqen. Mund të duken shumë filozofike si thënie ose si thënie për të mos dhënë përgjigje, por realisht potrisht mendoj ç'është paqja. Paqja është të jesh e kënaqur nga të gjitha anët. Të jesh e kënaqur nga të gjitha anët, të mos kesh brenga, të mos kesh dhimbje, të kesh vetëm gëzim. A ndjen dot gëzimin? A e percepton dot? Po çfarë të jep kënaqësi? Që ti të jesh në paqe, mirëqenia, ta dhuron njëri? Jo. A do luftosh? Po nëse s'do luftosh do përpiqesh. Po nëse s'do përpiqesh do vrasësh mendjen. Kështu që paqen ta jep vetëm paqja që i takon një të ardhmeje. Edhe kështu dua ta shoh. Më pëlqejnë shkrimet e tua ose ato frazat e shkurtra që ke shkruar në rrjetet sociale dhe mundohesha të futesha brenda asaj botës tënde të vogël, të madhe, mund ta quajmë si të duam, por e pëlqej dhe e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Faleminderit. Por në këtë rrugtim që të deri tanishëm që ke pasur dhe vazhdon ta kesh aktualisht, cila është fjala dhe motivi i përditshëm i Dianës për të qenë ajo personi i cili gjithmonë është në krye dhe gjithmonë me karakteristikat e zonjës të hekurt? Mund të duket dhe të tingëlloj ose anakronike, ose delirante, ose e pabesueshme. Ndershmëri dhe njerëzore. Këto janë motivet e mia. Ndershmëri në gjithçka çfarë bëj, njerëzore për gjithçka çfarë duhet të ofroj. Si shikon profesionin ton aktualisht? Mision. A mendon se e mendojnë të gjithë mision aktualisht? Për afro 10 vjet kam dhënë mësim në fakultetin e mjekësisë, në degën e farmacisë. U jepja studentëve të vitit 2 dhe jepja lëndën e hyrjes në farmaceutik dhe një pjesë të praktikës profesionale. Kur bënim prezantimin, sepse ka të bëj shumë shtysa, sepse sot fatmirësisht është e lirë dëshira për t'u arsimuar dhe zgjedhja e rrugës së arsimimit. Pyesja studentët e mi, më thoni cili është motivi që ju ka shtyr të zgjedhni degën e farmacisë. Dëgjoja opinione, na pëlqen si profesion paditur të jepnin definicion pse, më pëlqen, kaq. Disa thonin po është profesion komod, që kush është farmacist e di fare mirë që vetëm komod s'është profesioni dhe është njësoj si puna e aktrimit, ne themi, aktorët sa rahat janë, vene bëjnë sa interpretime kështu, po asnjë nuk e di vuajtjen e aktorit. Aq intriguese është dhe farmacia, të tërshohin atë farmacistin apo farmacisten e kuruar me atë bluzën e bardhë që duhet jetë tejet e bardhë, me atë shpjegimin e qetë, depërtues që duhet të jetë, me atë zgjidhjen e gatshme dhe përgjigjen e gatshme që e ka gjithmonë për ty, dhe asnjë nuk e di se çfarë fshihet mbrapa këtij teatraliteti profesional. Një kategori tjetër e studentëve ishin, dhe ua bëja unë, për parantezë si pyetje, kush mendon nga ju se do presi lek
po të ushtroj këtë profesion. Dhe fatkeqësisht kishte kontingjent që ngrinin dorë dhe u thoja m'vjen keq që vitin e parë të punës do zhgënjeheni, dhe ishte pjesa tjetër që e donin. Pse e tregova këtë histori? Që t'i kthej përgjigje pyetjes që ju më bët, si e klasifikoj unë profesionin. Unë e nisa nga pasioni për mjekësin, po jo nga dashuria për farmacin, por që i gjeta dashurin. Dhe nëse nuk do e himnizoj, si që himnizohen të dashuruarit, me njëri tjetrin, të paktën do jem realiste. Për mua është mision. Pse është mision? Të ndihmosh jetë, të shpëtosh jetë, të ndihmosh apo të udhëheqësh rrugtimin drejt një jete të shëndetshme. Si themi, është Zoti i lartë dhe mjeku, bluza e bardhë në tokë. Dhe unë them mbase Zoti dërgoi profesionistët e shëndetësisë në tokë për të formatuar atë formën e tij hyjnore që të kujdesej për njeriun e pamundur. Po këtë e them unë që kam këtë lloj qasjeje. Kush e shikon profesionin për të krijuar të ardhura financiare, s'ka si të ketë qasjen time. Kujt i ka zënë këmbët profesioni, kërkon thjesht ta bëj si punë të marrë një rrogë apo ca të ardhura dhe të vinë në shtëpi. Pra, edhe vlerësimi është në varësi të asaj çfarë ti shikon dhe si e ke qasjen ti. Për mua është mision. Është dhe një kontradikt tjetër që e dëgjojmë shpesh. Po me shëndetësinë nuk bëhet pazar, apo me barnat nuk bëhet pazar. Jo, edhe për opinionin këtë ta ndajmë se ky është keq përdorim. Unë si farmacist, ti si farmacist, komuniteti ynë si farmacist, e bën atë punë që patjetër të jetoj, të krijoj të ardhura që të jetoj. Por duke e bërë drejt, ky është i misionizuar me atë çfarë bën. Pra, të ndajmë misionin apo atë hyjnoren e një profesioni me aspektin njerëzor të jetuarit të profesionistëve që ta ofrojnë këtë hyjnore. Pra për mua, çdo bluzë e bardhë, fund e krye, është në farmaci, është në klinik, është në spital, është në laborator, është në industri farmaceutike. Ka të barsur një mision. A i kupton? Jo, sepse ati i kthehet në rutinë, po ajo çfarë dhurohet për shoqërinë është një mision. Çfarë ndjen ose çfarë vlerëson aktualisht nga profesioni dhe nga jeta? Jetën. Vetë jetën. Jetën. Jeta më dha mundësinë të bëj profesion. Jeta më dha mundësinë të vi në këtë botë. Jeta më dha mundësinë të rritem sepse mund mos kisha ardhur. Tani ne të dy që i takojmë mjekësisë e dim fare mirë. Mund mos ishte fekonduar veza që do sillte Diana në jetë, mund ishte fekonduar një vezë tjetër. Dim fare mirë që shumë embrione nuk arrin të shikojnë dritën e diellit. Unë arrita ta shikoj dritën e diellit. Pata një zhvillim fizik dhe mendor shumë normal. Kreva rrugtimin tim dhe sot jam një profesioniste me një eksperiencë 30 vjeçare dhe mam e 2 fëmijëve. Çfarë do kërkoja nga jeta? Sepse, çfarë është jeta? Jeta është jetë. Po jeta është jetë si për atë që i shkëputet në rini, në fëmijëri, pra, është ajo shpreha njeriu nuk ngopet kurrë me jetë. E vërtet, njeriu nuk ngopet kurrë me jetë, por unë të rëndësishme nga jeta vlerësoj një gjë. Të më lejoj dhe të më japi mundësi që brenda ciklit të saj disa detyrime biologjike të mundem t'i realizoj me sukses. Që do të thotë, nëse sot jam një profesioniste, të më japi mundësi dhe kam realizuar një periudhë 30 vjeçare, paralel jam dhe nën. Me këtë profesion të më japi mundësinë që krijesat që unë kam sjellë në jetë të mundem t'i edukoj, t'i rrit, t'i drejtoj
dhe të jem në gjendje t'i nxjerr në jetë. Pastaj nga jeta mund të kërkosh shumë e më shumë, po unë aktualisht këtë kërkoj, që të më japi mundësinë të zhvilloj ciklin biologjik, sepse cikël biologjik është ti jesh vajzë e rritur, cikël biologjik është ti jesh bashkëshorte, cikël biologjik është të jesh nën, cikël biologjik është të jesh gjyshe. Do quhem shumë me fat ti kapsi cikle biologjike dhe të më nderoj me ciklin profesional, deri tani ndihem mjaft mirë në këto 30 vjet, deri në fund të rrugtimit profesional. Për mua kjo është jeta, se ne përpiqemi me shumë filozofi, çka kërkojmë. Është gjërat e vogla. Është gjërat e vogla tek ajo e cila na mbush. Këto nuk janë gjërat e vogla, sepse jeta e njeriu është pikërisht ky cikli që ne e themi kaq thjesht. Po sa do të përpiqemi ne ta veshim me ngjyra, me çfarë do ta veshim, e tërë jeta me këto fjalë përmblidhet. Dhe unë uroj vetëm kaq. Ajo mbi njerëzorja, që unë personalisht nuk di çfarë emri t'i vë, po them mbi njerëzorja, më e fuqishmja se unë, të më lejoj ta bëj këtë cikël. Deri tani, kësaj mbi njerëzores, veshur dhe me aftësitë që më ka dhënë, jam shumë falenderuese për çfarë kam prekur në këtë rrugtim jetësor deri më sot. Se shviem, ta shohim. Nëse do t'i kthehemi Dianës në fillim të universitetit për farmaci, çfarë do t'i thoja? Do ta kisha përballë atë. Hyej dorë dhe këmbë të realizosh ëndrrën e kirurgjisë. Sepse e prek atë farmacisë, apo thua sikur të mos ishte prekur farmacia. Në fillim edhe tua, sa po ke mbaruar gjimnazin dhe ke përballë veten tënde. Do me thënë, po më vë në pozicionin e më bëj dhe një herë nuset, se di unë si nusëroj. Po, sot ajo që njoh më shumë është farmacia. Kështu që i mbetesh besnike dhe e dashuruar plotësisht me të. Është koshienca dhe është subkoshienca. Në subkoshencë dashuria për farmacinë do vazhdoj të ekzistojë, por mbase do tentoja të eksploroja të fushat e tjera dhe sepse jo më kot është ajo shpreha më bëj dhe një herë nuse, di unë si nusëroj. Për ditët e sotme kjo si shprehje nuk vlen shumë, se bëhen për herë të dytë e për herë të tretë nuse, po për kohën kur ka dalë bëhesh vetëm një herë dhe mbyllej, derisa si finché la morte non ci separa. Po ne kujtojmë se nuk flasim me veten tonë, ne flasim me veten tonë. Ne flasim me veten tonë të vogël, me të voglën tonë. Te kush flasim? Te fëmijët tanë. Ne na duket sikur, po është vërtet që një tjetër. Është vërtet që një tjetër, po gjysma e geneve janë të mijat, gjysma e geneve janë të prindit tjetër, të babait të fëmijës. Dhe secili nga ne flet me veten e vet tek fëmia, duke orientuar atë më të mirën që ai mund të nxjerrë nga kjo eksperienca jetësore. Kështu që ka të bëj shumë dhe prandaj brezat vinë duke u përmirësuar. Pse vinë duke u përmirësuar? Kot, nga hiçi jo. Është pikërisht kjo eksperienca. Ne na duket sikur ajo eksperienca merret me vete dhe groposet në atë gropën që na pret të tërëve në një të ardhme. Jo. Eksperienca mbetet, sepse unë pa ditur, fëmijën tim e kam veçuar nga e mira, nga e keqja, nga ajo që s'duhet, nga koshienca ime. Derisa fëmia arrin të bëhet vetë koshient, i përgjegjshëm për veprimet e veta, por gjithmonë do e ketë këtë bagazhin që unë ndër vite kështu si pik uji ja kam dhënë. Nga ndonjëherë si pik uji, nga ndonjëherë si pik breshër, jo? Kështu që, jo, ne nuk kemi pse ta quajmë shumë imagjinare të folurën me vete. Ne flasim drejt për drejt me veten tonë nëpërmjet një figure tjetër që është ajo e fëmijës sonë. Jemi drejt fundit dhe duhet të bëjë 2 pyetje të cilat i kam të domosdoshme dhe duhet t'i dëgjoj nga ty. Okej. Jeta jote si mision në farmaceutik. A të ka bërë në njërë ky mision të qashtë deri dhe shlot? Loti jo gjithmonë është tregues. Njeriu
Lotin e ka për një përjetim sipëror. Përjetimet sipërore janë nga gëzimet dhe nga hidhrimet. I kam prekur të dyja realitetet, si gëzimin superior, sipëror, edhe hidhrimin. Dhe kur je në shëndetësi, veçanërisht në shëndetësi, i prek të dyja. Mirë po janë shumë sensitive si prekje, sidomos hidhrimi, sepse lidhet me jetën. Unë kam punuar, ju thash dhe pak më parë, në një zonë afër qendrës spitalore universitare, është terciar, kështu që shikohen rastet nga më të rëndat. Kam qenë ende në hapat e para të rrugtimit tim profesional. Më vjen një pacient, ishte moshe 3, ishte me kancer të gjuhës, me meta cerebrale. Ne vuajmë, fatkeqësisht vuajmë për cilësinë e kujdesit paliativ. Vuajmë shumë. Dhe ishte vitet para 2000 apo rreth viteve 2000 ku kishte shumë ngërçe dhe e kapin krizat në farmaci. Këtej nuk donte të jepte veten, hante dhimbjen, derisa dhimbja u bë e papërmbajtshme dhe filloi të bërtiste dhe të qante në farmaci. Pastaj, për të mos ta bërë më tragjike se sa ishte vetë historia, u detyrova që ndërhyra, dhe këtu dua të shtoj një mendimin tim lidhur me sa duhet jetë hapi farmacistit në dhënien e ndihmës urgjencës. Dhash ndihmën time, u qetësua disi dhe nuk e pash më atë pacient. Dhe me shumë gjasa, duke qenë se ishte pacient i stadit terminal, ai jo shumë kohë më pas, nga ky realitet kishte kaluar në një realitet tjetër. Kisha dhe pacient të tjerë të cilët prisnin radhën, u kam kërkuar leje, kam vajtur pak në pjesën e magazinës së farmacisë, sepse nuk doja të kisha asnjë ndridhje zëri kur komunikoja me pacientin tjetër. Ngarkesa emocionale më takonte vetëm mua, nuk kisha pse ta përcillja ngarkesën emocionale tek një pacient tjetër. Ai bolli ngarkuar ishte nga dhimbja e tij, nga sikleti i tij. Por që fakti që kanë kaluar 30 vjet dhe e mbaj mend si rast tregon që me lot apo pa lot nuk ka rëndësi. Mua më kalon një vrag. A kam përjetuar kënaqësi? A jam emocionuar? Po, jam përjetuar, kam përjetuar. Janë shumë dhe qoftë për dhimbjen, qoftë për gëzimin, ti kur përmend vetëm një të duket sikur të thrasin ato të tjerat, po ne na harrove. Po jo, kjo është për kaq minutazh sa kemi. Ndërsa lidhur me kënaqësinë profesionale gjithmonë, që nuk lidhet me aspektet administrative, drejtimi i sindikatës, drejtimi i urdhrit, më ka dhënë shumë kënaqësi. Kanë qenë përballje shumë të forta dhe nga përballja individuale, sot të lashet e farmacisë më duken shumë të vogla me ato lloj përballjesh, por dua të mbeten tek kënaqësia profesionale, ajo është e papërsëritshme. Pastaj këto të tjerat i lënë vendin njëra tjetrës. Prap kam qenë farmaciste që mund të kisha një periudhë jo më shumë se sa 2-3 vjet, ja po them 4 vjet për të qenë shumë bujare tek eksperienca. Dhe nuk ka qenë ky realitet farmaceutik që është sot. Vërtet bashkëpunimi me mjekun ishte bashkëpunim, vërtet ishte koleg, vërtet ishte personi me të cilin ti ndaje eksperiencat, mendimet, gjykimet, edhe debatet lidhur me zgjidhjen e një rasti apo një rasti tjetër. Kam pasur fatin që periudhën që unë kam punuar, ishte ende në jetë profesor Kristopano, profesor Kozma Tavanxhi, profesor Jajaj, profesor të spitalit infektiv. Dhe cili ishte bashkëpunimi, do qeshin ata që e dëgjojnë sot, se sot janë mësuar bashkëpunim, sa receta do mësjellësh, sa oferta do marr, sa lek do t'jap. A është e provuar? Ne të tërë dim që ndodh, nuk provohet,
dhe nuk I vete njëri deri në fund, sepse secili njeh interesin e vet në tilla raste. Por është një realitet që ne po na ha profesionin ton dhe po na e shkërmoq dhe po na e merr nga duart profesionin ton. Dhe po e komercializon në mënyrën më të shëmtuar profesionin ton. Kështu që unë do kapem fort te këto kujtimet e bukura, ku njëri ndër to është kujtimi që kam me të ndjerin dhe të madhin profesor Kristopanon. Ishte periudha që tregu farmaceutik po mbushej me produkte dhe me kënaqësi sot merje vesh që ishte hapur një përfaqësi farmaceutike, çenerike apo inovative nuk ishte rëndësi. Ishte një firma goxha prestigjioze, pas një muaji, pas 2 muaj vinte firma tjetër. Dhe pas një prezantimi që kishim bërë me profesor Kristoja, me shumë mirësjellje më kërkon një nder, në cili ishte nderi. Diana, të lutem, do më mbash të informuar me produktet e reja që vinë. Fluturova nga gëzimi. Patjetër profesor, dhe unë çdo javë mblidhja fletët përshkruese dhe me këdo që ishte ja fusja në një zarf dhe ja dërgoja. Pas disa kohësh që profesori shikonte, sepse të tërë masim punën e njëri tjetrit, ne masim punën e mjekëve, mjekët masim punën tonë, lidhur me korrekcinë. Më thot, Diana, edhe për parantezë tjetër, sa kishim filluar të përdorim telefonat celularë, që filluan të bëshin çik më masiv, se është periudha që edhe telefonat celularë nuk kishin atë masivitet, kështu që për brezin tuaj është në çik kështu e pakuptueshme. Më thot, Diana, të lutem, kur unë të dërgoj një recet dhe në recet ti të shofësh një bar ku brenda atij grupi ka ardhur diçka tjetër që ti e vlerëson më prioritare, të lutem, më njofto dhe e diskutojmë. Dhe këtë bëja. Profesor Kristo ka ardhur ky si e mendon, po çfarë përparësish ka këtë përparësi në këto, domethënë biseda totalisht profesionale. Derisa arriti një periudhë atill dhe profesor Kristoja më thot, Diana, nuk dua fare të më marrësh në telefon, në qoftë se ti e vlerëson që produkti që ti mendon ka prioritet më shumë se sa ai që unë të kam shkruar, ke lejen time dhe është përgjegjësia ime që ti ta ndrosh. Më beso, kam marrë spaleta që nuk isha menduar që do I merrja nga ana profesionale. Dhe e kam ndier vërtet veten farmaciste klinike, pjesë të stafit, të profesionistëve të spitalit infektiv. Kështu e kam ndier dhe me klinikat e tjera dhe prandaj për mua dashuria e atij vendi pune është e patjetërsueshme, e pakrahasueshme, e pazëvendësueshme dhe mbetet vetëm dashuria ime. Cila është këshilla për çdo të ri, për çdo farmacist apo për çdo ëndrrimtar të farmaceutikës? Për çdo ëndrrimtar. Sepse ka edhe njerëz të cilët janë ëndrrimtar, pavarësisht se janë shumë të pakët në numër, ka njerëz të cilët e shikojnë profesionin ton si mision. Po. Si ashtu siç ti e specifikova. Atëherë po e bëjnë që kështu si me kramarrje. Duke qenë të fushës së shëndetësisë, ne dhe mesazhet kur I japim kemi qef ti kanalizojmë gjithmonë brenda kësaj sferës son. Sfera jonë është smundje, diagnozë, mjekim. Në përgjithësi, shkenca ka evoluar dhe identifikon diagnozat, I trajton, I kuron ato. Po shpirtin e njeriut kush e kuron? Që t'jeti pastër e përpasoj I qetë. Dhe kolegët tanë të ardhshëm, po dhe gjithë njerëzit, po dhe gjithë brezat e rinj, unë këtë rekomandim do I jepja, të merren me kurimin e shpirtit. Atje fillon shërimi nga gjithçka. Nuk ka lidhje fare me pjesën patetike, qa po them, jo.
kur ke një farë bagazhi jetësor, kur bën analizë dhe sintezë të gjërave që ke kaluar, e shikon që shumë pakënaqësi apo shumë pakënaqësi kanë lindur dhe janë zhvilluar vetëm nga fakti sa e ke hapur, sa e ke mbyllur apo sa e ke bërë pjesë shpirtin. Kështu që le të kujdesemi për shpirtin. Besoj se është pjesa që vuan më shumë në ditët e sotme. Për të tëra gjërat e tjera, shkenca dhe njerëzimi ka evoluar aq sa për t'ia gjetur zgjidhjen. Kësaj nuk ja ka zgjetur zgjidhjen, madje mendoj se i ka bërë gropën. Kështu që për mua ky është mesazhi. Me vyera këshill. Të falenderoj dhe e them me shumë dashuri dhe me shumë mirënjohje anën tjetër të cilën ne nuk e kishim parë të Diana Thomas. Të falenderoj që ma dhe këtë mundësi. Dhe po, për te asaj anës të fort, fshihet ai njeriu me plot dashuri, me plot emocion, me plot mirësi dhe me atë misionin. Po. Faleminderit që ishe pjesë e këtij episodi. Falendëruesja jam unë që më bët pjesë të zërit që ju përçoni me emisionet tuaja. Ai si shumë e madhe. Faleminderit.